Nuk e barazoj dot brezin tim me këta. Kush janë më mirë? Nuk e di, varet nga secili si e kupton, si e percepton jetën, nuk e di. Jeta ime ka qenë shumë më e mirë se e këtyre. Pse? Janë shturë pak të ri sot? Nuk e di, s'di me të thonë. Jeta ime ka qenë shumë më e mirë, me shoqëri të sinqertë, me gjithçka ishte. Po sot ka shoqëri sot? Se di, s'ma do mendja. Sot ka interes. S'ka as familja, nuk e di, s'di me të thonë, nuk e di se ku do shkojnë kjo rini. Ne kemi pas rini shumë të lumtur, me thonë drejtë, mund kemi pas mangësira në veshje, në ngrënje, më thash, po ma kishim mbi të gjitha, kishim shoqërinë, kishim dashurinë për njëri tjetrin. Sot s'ka dashuri. Motrën, vllai me motrën, nëna. Çfarë ka ndikuar? Është futur interesi, çfarë ka ndikuar? Nuk e di, s'di. Ndoshta kemi qenë popull i uritur për para. Na ka mungu të rjetën. Nuk e di, s'di me të thonë. Mbas edhe bota i ka kalu para nesh këto gjëra, po ne kemi shumë të vështirë, nuk e di, të përshtatemi me këta njerëz, me këtë brez. Faleminderit. Ju lutem.